e kritikoni ju me TikTok, atëherë ju keni të drejtë të filloni grevat. Dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hanë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. U bëj thirrje prindërve. Po, u bëj thirrje. Pse? Po kjo është normale. U bëj thirrje prindërve të mos i dërgojnë ditën e hanë fëmijët e tyre në shkollë orën e parë. Të paktën orën e parë, si një akt i betejës të fëmijëve tuaj për lirinë e shprehjes dhe kundër censurës. Na prishi punë shumë. Atëherë ja u la në dorën tuaj të shtachojmë të martën, po doja që ta fillonim të hanën me bojkot të orës parë. Dhe ju garantoj se nuk do guxoj shkollë dhe mësues që të marrë masa ndaj jush për grevën, të mohoj të drejtën e grevës, do të përballet me pasojat më të rrepta ligjore.